se çfarë vlerë kishte suneti i tyre, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zemrat e tyre, thot e para ata e madhëronin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke ju nënshtruar urdhrit dhe duke e pasuar atë. Duke ju nënshtruar urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duke e pasuar atë më njëherë. Shembull kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhroi për hijret prej Mekës në Medinë. Apo shembull kur u ndërrua kibla, se si shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shpejtuan dhe u kthyen më njëherë drejt Çabës. Apo kur erdhi ndalesa e alkoolit. Bile shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa prej tyre ende ishin duke pirë alkool kur erdhi ndalesa e alkoolit. E kur e informuan, e lanë me njëherë dhe dolën dhe i thyen të gjitha ato enët të cilët i kishin mbush me alkool, derisa transmetohet se rrugët e Medinës rrjedhte alkooli sikur se lum. Pra atë shumë piheshte alkooli, megjithatë kur erdhi urdhri i Allahut dhe ndalesa prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ju bindën me njëherë dhe nuk thanë të shohim. Ne e kemi moto vllazni semi'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam. Për këtë arsye që transmeton Imam Muslimi në hadithin që transmeton Abu Huraira, kur Allahu azza wa jalla tha in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Nëse ju e shfaqni atë që e keni në zemrat e juaja, apo e mbani fsheh në zemrat e juaja, Allahu ka për t'ju marrë në llogari. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë ja Rasulullah, ne tu bindem ja Rasulullah, unë nënshtruam për namaz, për sadaka, për agjerim, e kështu me radhë vepra tjera të islamit. Mirë po ja Rasulullah zbriti një ajet që ne la nutiquha, nuk kemi mundësi me e mbajt këtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni të thoni ju, sikur sa atyre të cilët ishte dhënë libri para nesh, të cilët thanë semi'na wa asajna, dëgjuam dhe kundërshtuam? Tha thuani semi'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Thuani dëgjuam dhe respektuam, faljen tënde o Zot e kërkojmë dhe me të vërtet të ty do tjetë kthimi. E atëherë Allahu azza wa jall pasi e than këtë fjalë të gjithë, Allahu azza wa jall e zbriti lehtësimin dhe tha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon një njeri, një nefs për vetë se aq sa ka mundësi ta bëjë.